shticet liris. Kalon fushë djali, kalon male, uj me pitëri, mi nuk nale, mrine oren e historis, Sinan Bajrami 3010. Mitrovicë 3000 kur ka vi, në flakën ty me qytetis në zi, demonstrata plake i ri, 11 mars 81. Kur me sturës djali kanë rri, ne dy janë tura polici, policianin e kanë qëllue, me detrimin e kanë plakue. Sot jemi mbledhur këtu ta përkujtojmë dëshmorin e kombit Sinan Dedia Bajrami, i cili është edhe viktima e parë e rënë në demonstratat e vitit 1981. Ndaj, ju ftoj që në nderim të bëmave dhe jetës së tij ta nderoj me 1 minutë heshtje. I them disa fjalë për dëshmorin i cili deri sot në një kohë për shkak të rrethanave nuk kanë guxuar as familjarët ta përmendim dhe dim se në çfarë rrethanash shoqërore kemi jetuar. Dhe sot jemi të lirë ta përmendim me pietet dhe me krenari këtë të rëna për lirin që gëzojmë ne sot. Sinan Bajrami Dedia është një figurë rëndësishme në historinë e luftës për liri dhe të drejtat të shqiptarëve në Jugosllavinë, veçanërisht gjatë demonstratave të vitit 1981. Ai është i njohur si viktima e parë e demonstratave që shpërthyen në Mitrovicë dhe në qytetet e tjera të Kosovës. Këto demonstrata filluan më 11 mars të vitit 1981 dhe kishin si qëllim kërkesat për përmirësimin e kushteve të jetesës dhe që Kosova të jetë republikë e jo krahi në kuadër të Serbisë, si dhe kundërshtimin ndaj diskriminimit të shqiptarëve. Sinan Bajrami, i cili ishte i ri nga Mitrovica, u bë viktima e parë gjatë këtyre ngjarjeve tragjike, kur ai u qellua për vdekje nga forcat e sigurisë jugoslave, të cilat kishin ndërhyrë me forcë për të shtypur demonstratat. Ngjarja e tij dhe vdekja e tij u bën një simbol i sakrificës për liri dhe të drejta kombëtare. Kjo ngjarje ndikoi thellë në ndesjen e zemrimit dhe protestave më të mëdha të shqiptarëve në mbar Kosovën, duke e shndërruar Sinan Bajramin në një dëshmor të lëvizjes për liri. Përmes kësaj ngjarje u ngritën më shumë kërkesa për ndryshime politike dhe sociale. Dhe kjo periudhë shënoi një moment të rëndësishëm në historinë e Kosovës, duke i dhënë një shtysë më të madhe lëvizjes për pavarësi dhe drejtësi. Ju falenderoj për vëmendje, ky ishte në pikat e shkurtra për dëshmorin e kombit Sinan Bajrami. Ftoj që ta marrë fjallën zotri Izet Dibrani, i cili erdhi enkas nga Suedia për ta nderuar dëshmorin dhe këtë event. Ju përshëndes zgjedhëve, faleminderit zgjedhë për pjesëmarrje.
Unë kom pregadit pak një 03-04-1981. Ishte dita e premte, dita kur përjetun merin me sy. Atë kohë ishim nxënës në shkollën e mesme teknike të Zehtaris. Unë, Izet Ibrani dhe 3 shokët e mi, ku ndërta ishte edhe shoku ynë Sinan Bajrami, na paralajmëruan se kishte protesta në gjithë Kosovën. Sinan Bajrami me shokët e mi ishte organizatori i protestave, me disa parulla në çantën me mbështimin Kosova Republikë. Që ako ishin të shumëta ku nisëm drejt qendrës së Minorisës kur drejtëm tek pjesa e ashtu quajtur Polet, paprit mas rrallën e pritën e policisë serbe, ku i kishin paralajmëruar se do të ketë protestë në morën rrugën drejt lumit Sitnica që të mos bimë në dorën e tyre. Tu e ditë se do të na maltretonin në mënyrë makabre. U nisëm drejt së bashku me Sinanën të lumi, ku të lumi Ibër dhe Sitnica, që të mos kishin mundësi të na kapnin, por ishte e kodë. Ato e pash me sytë e mi, kur një polic ja drejtoj armën Sinan Bajramit dhe e qëlloj me breshli plumbat. Edhe pse e dinte notin mirë nga plagët e mora, nuk kishte mbijetuar Sinani. Neve na kapën të gjallë, na rahan deri në Alivanosje dhe na burgosën. Trupi i Sinanit mbet në ujë, me disa më nuk dishim asgjë për të. U vra me datën 03-04-1981. Ishte nxënës i parë në Mitrovic që u vra në atë protestë. Dhe me datën 10-04-1981, familjarët e Kusherit duke kërkuar unë hasën në kufomën e ti e mbështetur mes disa shkruve, drujve, tek vendi ashtu quajtur në atë kohë Dydikërsh. Por trupin e ti prap u a kishin marrë atë ditë policia e kishin dërguar në spitalin e Mitrovicës që ta operojnë për t'ia hikur plumbat nga trupi ti. A ditë që u dërzoj familjarve u kishin thënë se urdhri është zban të hapni kufomën kurse se për t'i kubxunmet. Si gjithmonë mashtrimet e serbëve mos të kuptonin familjarët që ato e kishin qëlluar me plumba. Mjekët tonë e treguan se në trupin e tij kishte 2 plumba që janë nxorën nga trupi i Sinanit. Ditën e varrimit ishte e pamundur që nga nëna e Sinanit të varrosej për pa u hapur kufoma, me do mos donte që ta shite plagët e mora djali i saj. Unë dhe 2 shokë tjerë në atë kohë ishim të burgosur duke na torturuar e na larë me zhak. Maltretimet tona vazhduan gjatë gjithë kohës në burg. Sinani mo, si ishte pjesë e joni, ato na vranë e ne u burgosëm. Po atë ditë që trupin e tij e morën. Unë isha dhe do të jem dëshmitar për vrasjen e Sinanit, e pash me sytë e mi, se atë kohë as s'kam frikë të dëshmoj si e qëlluan pa pikë mshire. Të gjithë do të donim të ishim heroj si Sinan Bajrami, por lufta si bën të gjithë heroj. Disa mbesin si dëshmitar të tyne krimeve që i kanë bërë. Unë sot këtu jam për të treguar të vërtetën e asaj dite që e përjetuam të gjithë së bashku e të humbem ty shoku dhe kusherini jonë Sinan Trimi. Sot me 10 prill jemi mbledhur të gjithë për të kujtuar dhe të kujtojmë çdo sakrificë tënde, Sinan. Të nderon e gjithë shqiptaria e në veçanti ne Kusherit tu nga dedia Lavdi Sinan Bajramit, të kujtojmë si një adhëtar
që e deshti as shumë tokën e Kosovës, ku sot trupi yt pushon në këtë tokë të përgjakur nga gjaku I heronjve tanë. Shumë do të ishim mirënjohës nëse shkolla e Xehtaris, ku atë ditë prej saj u nis drejt vdekjes Sinori t'i vendosë të emri I këtij herojit, që ishte vetëm nxënës I shkollës së mesme, ose ndonjë rrugë që ku për herë të fundit frymoi shpirti I tij, ishte shumë I ri dhe sy pa trembur. Derat E tij mos të humbin, Sinonin dhe shumë të tjerëve që na ushuan për këtë vend, po shoh I qetë heroj e triti. Me respekt të përkujton I Zoti Broni shoku yt që bashkë ishim në ditën e Fëmirit. Shof I letë dhe I Kosovës, lavë ditë. Me fali Kosovës, por zemra po më thjerë shumë dhe për atë shkak edhe shumë shtirë është. Se më qenë vetë në rastin, se si e kanë vrarë, si e kanë gjuhe, si kanë bërtërtue. Nga ky dokumentar që mësua mjaft shumë, unë pura disa vargje për 3 minutë shqiptarë. Juftoj ta ti dëgjoj. Mos më qani, kushtuar Sinan Bajrami të vrarë nga falangat serboslave në demonstratat e vitit 1981. Në gjurmët e hënës, Sinani shkoi, një dritë e heshtur në mes të errësirës, e fshehur në shpirtin e një populli të lodhur, rasti yll që nuk ndriçon më. U dëgjua Jehona zërit tënd, Sinan. Nan, o nan, mos lëto për mua, jam më të rëndë se dheu, se plumbi, as ju motra, mos lëtoni, se ma shumë po më lëndoni. Bir populli Sinan, e mryt fjalë që peshon, një udhë mbuluar me baltë dhe shi, në dheun e djegur, një shpirtu shduk. Po ti do të mbetesh flamur I lirisë, në heshtjen e natës, ku foma jote të shon, 7 dit e ngjoj të roje I pate, për 7 net dhe u të mbajti, tjetëve qdo lidhje me errësirën, cili si thatë, na I thyër. Mbi tyra në shigjetat e dhembjes, në sytë atyre që nuk harruan. Ti u ngrite si dritë pas çdo lindje, Sinan, ti nuk je vdekur, por emrit jeton në çdo zemër që mban një ëndër të shuar, në çdo lot që u hit në fushat e Kosovës, në çdo ngritje që do ta sillin brezat, ti do të kujtohesh. E ndoshta s'të gjetën atëherë as kuror, as flamuj, por këngën e lirisë e këndon historik. Ju falenderoj. Ta kujtojmë, pra, një dëshmor dhe ta ludojmë sa më shumë që më në fund edhe ky shtet, edhe komuna bën diçka të qetë një pak përkujtimore, ku do në qytet, apo në institucion enë. Unë e falenderoj familjen Bajrami që na kanë besuar punën e dokumentarit, sa do pak jemi munduar në farë forme me evakue kujtimet e tina. Unë gjatë punës time me dokumentar, unë kom refuzu shumë dokumentar tjerë, të cilat ka pas të pavërteta në disa raste. Po kur e kom analizu këtë punën e Sinanit, që ka ndodhur, pra të gjitha në dokumentar të folësve janë të vërteta.
Andaj edhe herë ju falenderoj shumë, falenderoj sidomos familjen Bajrami. Në vazhdim ftojmë vllain e Sinan Bajramit, Miftar Bajramin, për ndonjë fjalë. Të nderuar pranishëm, pjesëtarë që kësë miq dhe të afërmit të dashur, për Sinan Bajramin kemi çka të flasim, por mos të ju humbur kohë në emër të fshatit e di, në emrin tim personal dhe në emër të familjes Bajrami, ju falenderojmë për pjesëmarrjen. Do një ngjarje të flas lidhje me Sinan Bajramin. Miliza gjithë duhet të kujtoj diçka se përshëndetje gjithë, duhet të kujtoj diçka se bashkë bashkëtar, në qenë se me Sinanin, Lizetin dhe shumë të tjerë kemi qenë bashkëkor. Kemi luajtur futboll, Lizetin gjithë e kumujt, ky ka qenë një portier i mirë dhe më rrezoj që qëllimisht të luajsh me Sinanin. Po vërtetë, edhe kam qenë zanë i shkollës teknike, pra në vitin 81, për fatin pak më të mirë të nxehtarëve, ne kemi pas 2 profesor, Nazim Hajrizin dhe Nasser Mustafën, të cilët kanë qenë student asaj kohe, derisa nëre na kanë dhënë mësim në teknikë në ndërtimtari. Ka qenë një organizim i mirë i asaj shkolle, dhe për me thonë ma mirë se gjithmonë në çdo lëvizje, prej që ekziston populli shqiptar, Didia ka paguar me gjatë, me borxh dhe me forma tjera. Dhe një prej tyre është edhe Sinani, i cili me rezistencën e asaj kohe të vitit 81 i përkrahur kryesisht nga punëtorët e fabrikës të akumulatorëve, të cilët ishin të partë me uniformë që kishin filluar këtë demonstrat, me punëtorët dhe të tjerë, gjithashtu mos harrojmë edhe me fakultetin zyrtar metalurgjik që kena pas shumë afër aty me shkollën teknike. Dhe Sinani ka qenë një nxënës i mirë, një djalur, mirë po ka rrjedhur prej një familje Bajrami, një familje fshatit e di, dhe kështu që ju ka përgjigj ftesës të studentëve, ftesës të Kosovës, dhe ka qenë prej shumë organizatorë të tjerë, zbashku me shumë të tjerë, është edhe Aslani këti që ka pas klasë në një klasë shkollën teknike, pra kanë qenë zbashku tullën, dhe shumë të tjerë që mundën me evakuar shumë që ka lidhur me jetën dhe deputarinë e Sinanit. Për shkak të respektit familjes, deshta vetëm ne evakuim të vogël që kemi qenë në një lagje, jemi rritë bashkë, kemi kry shkollën fillore bashkë, derisa dhe vetë Sinani dha jetën për lirinë që nesër përgëzojmë. Respekt për gjithë ata që kanë dhënë një kontribut çfarë do mënyrë për lirinë që nesër përgëzojmë. Faleminderit. Në vazhdim ftojmë kryetarën e një shoqate të familjes të dëshmorëve, zonjën Alije Gashit Mava, për një fjalë rasti. Mirë mama gjithve, në emër të familjeve të dëshmorëve, përndryshe jam përfaqësues e shoqatës mu 26 vjet në komunën Mitrovicës, është kënaqësi sot që për herë të parë kem dëgjuar për Sinan Bajramin, që kem dëgjuar që është bani për kujtim dhe i falenderoj gjithë ata organizatorë të cilët e kanë marrë këtë iniciativë për mu njoftu qyteti, fshati, gjithsesi, regioni për demonstruesin e parë shqiptar, nxënësin e parë shqiptar në komunën e Mitrovicës, ku pjesë e demonstratave të njështët isha edhe unë atëherë isha abrucoshe në fakultetin ekonomik në Prishtinë. Mu atëherë edhe unë e kom përjetu, por nuk e kom pas fatin të dha jetën për liri si kurse Sinani. Lavdi i qoftë i letë dhe ju familjar mburreni me një veprimtar shumë të ri dhe shumë i zgjuar në moshë.
Faleminderit, edhe një herë respekt, gjitha të mirat. Besojmë që edhe një bost i tillë, jo në qendër të qytetit, se na vetvetiut kemë bo shumë buste, mu kretë mjukët Mitrovicës, po dëshirojmë të e bojmë zveçan atje të Dudikëshi, mu aty ku është vra, se jo se unë gulfat qyteti, edhe unë jam motër e dëshmorit, jam motër e Muhamet Gashit, por asnjëherë nuk kom ba insistim, edhe pse jam kryet kësaj shoqate, t'ja bëj vllau tem një lapidar mund qendër. Po, kërkesa ime është që na thojmë gjithherë si shqiptar, të vorët e shkjeve, të ndërtohet një lapidar të janë të skalitur të gjithë dëshmorë të brigadës 141, 142. Dhe çdo kush që hyn në komunë të Mitrovicës, janë emrat, janë fotot. E mos t'i bojna dansi, se të gjithë e kanë dhënë jetën për çdo njeri që sot e gëzoj. Faleminderit. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. U takofshim herave të tjera në manifestimet më të gëzimit, por edhe këtu jemi krenar se përkujtuam një dëshmor që deri vonë emri i tij ishte i heshtur, thash shkakoj rrethana. Natën e mirë.